Një ditë pasi kremtoi 25 vjetorin e krimit, institucioni Avokatit të Popullit u rikthye të jetë mollë sherri në Kuventin e Shqipërisë. Në seancën e parafundit të kësaj legjislature, Partia Demokratike kërkoi që në rend të ditës të futej urgjent votimi i Avokatit të ri të Popullit, duke kërkuar që të votojë emri i Besim Drexhonit. Problemi i Avokatit të Popullit është një problem që shtyhet prej pothuaj një viti. Dhe shtyhet sepse ju ose kreu juaj Ramaduro, siç po e quajnë tani më në të gjitha kontinentet, nuk pranon kandidaturën që paraqet opozita, ndonsa ai plotson çdo kriter dhe e nderon atë detyrë. Por në rregullin ka qenë që avokati propozohet nga opozita dhe ju kërkoni të impononi nëpërmjet përjashtimeve pa asnjë kriter. Nga ana tjetër, kreu i grupit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe deputeti Dashnor Sula ngritën si problematik shtyrjen e raportimeve të institucioneve të drejtësisë në Kuvend. Prandaj zonja kryetare do duhet vijohet me kalendarin e raportimeve të institucioneve të pavarura, ata do duhet vinë dhe të raportojnë në Kuvend dhe Kuvendit ketë mundësinë për të lëshuar rekomandimet për punën e tyre apo për mirësimin e punës së tyre. Nuk ka asnjë arsye që ju të mbyllni Kuvendin për llogaridhënien që kanë institucionet e pavarura që do duhet japin në Kuvend. Të 26 institucionet e pavarur janë të parashikuara në kalendarin e Kuvendit, ashtu siç e kemi miratuar për të diskutuar dhe sigurisht është në tagrin e komisioneve për t'i vendosur në agjendë e në kalendar e për t'i diskutuar në komisione. Kështu që në varësi besoj të komisioneve dhe të gjithë antarëve të komisioneve deputetëve duhen kalendarizuar edhe dëgjesat me institucionet e pavarura. Berisha më tej nisi me akuzat ndaj qeverisë së Edi Ramës, duke u referuar si partia e krimit. Berisha drejtua edhe deputetit Petro Koçi, i cili nuk do të jetë më pjesë e legjislaturës së re, pasi u tërhoq dhe nuk kandidoi për 11 maj. Asnjë prej jush nuk ngrihet dot të mbroj këto të vërteta. Si ka mundësi? E keni nga Afrika? E keni nga pasuria? E keni nga keqbërjet që u rëndojnë? E ke shtruar këtë parlament në një neveri të vërtet në mënyrën se si ti e drejton, si me qenë një sekretare e mirë dhe jo një kryetar. Mirë, kjo është fyerje tani, ju dhash kohën për të përfunduar, nuk e përdoret për fyerje. Deputeti socialist Petro Koçi ju përgjigj ashpër Berishës nga foltoria e Kuvendit, pas akuzave të tij të fundit se mazhoranca bashkëpunoi me krimin dhe mafjen në zgjedhjet e 11 majit. Sali, ti je i fundit në Republikën e Shqipërisë që mund të flasësh për zgjedhje të lira. Ti je kampioni i vjedhjes dhe i grushtit të shtetit të 96-ës. A e mban mend çfarë i ke bërë ti, kryetarit të Partisë Socialiste Librazht dhe kryetarit të Partisë Socialiste në Bulqiz, në zonën që kishit shpikur për Azem Hajdarit. I masakruat një rraje barbare me bandat tuaja elektorale. Nga Kuvendi, ministri për marrëdhënien me parlamentin Taulant Balla hodhi akuza ndaj Sali Berishës teksa i kujtoi deklaratat e tij ndaj Ilir Metës, ndërsa tani e vendosi kandidat në zgjedhjet e 11 majit. Balla përmendi se Berisha ka akuzuar Metën për vrasje dhe vjedhjen e Floririt, ndërkohë që tani për të siguruar një vend në listë ju desh të hiqte Dash Sulën.